Cristian Aslani u largua nga Interi në merkaton e verës duke firmosur me Torinon. Sot skuadra e tij do të përballet me Comon e Fabregas që po bën një sezon shumë të mirë dhe është padyshim surpriza e kampionatit italian. Como është skuadra e cila sezonin e shkuar kishte shfaqur interes për Aslanin dhe ka qenë vetë trajneri Cesc Fabregas ai që ka kërkuar të ketë mesfushorin shqiptar në skuadër. Pavarësisht se diçka e tillë nuk u arrit, Aslani është sërish një dashuri e vjetër për Fabregas. Trajneri e ka vlerësuar maksimalisht mesfushorin ton para ndeshjes ndaj Torinus, duke konsideruar një lojtar të shkëlqyer. Torino është një skuadër që luan me formacionin 5-3-2 me mbrojtës me përvojë. Aslani ka shënuar gola dhe vjen nga Interi, një lojtar i shkëlqyer, tha mes të tjerë është trajneri i Comos. Megjithatë, Aslani në ndeshjet e fundit të kampionatit ka humbur vendin e titularit të Torino dhe pritet të shihet nëse do të rikthehet apo jo në formacionin fillestar.